Endrit Shabani, aksioneri GDE Investment, vëllai i tij figuron inspektor në IMT Vlorë, ndërsa babai Gëzim Shabani lidhet me Trans Oil dhe me periudha të hetuara për kontraband portuale. Ortaku Gledis Çela mban lidhje me rrjetet e ndërtimit në Tiranë. GDE Investment SHPK paraqitet në QKB si një trup pa qarkullim. Kapitali që deklaron është 100.000 lekë, llogaria bankare mban vetëm 6.700 lekë. Detyrimet tatimore qëndrojnë të papaguara në vlerën 9.486 lekë. Humbjet e vitit 2022 janë 102.786 lekë. Bilanci i vitit 2023 është bosh. Kompania nuk deklaron të ardhura, nuk deklaron shpenzime dhe mbyll vitin me kapital negativ. Çdo kompani me këtë strukturë financiare do të përfundonte në pezullim ose në mbyllje. Megjithatë, pikërisht ky subjekt i fikur në letër merr leje ndërtimi për një objekt 39 kate në Vlorë. Ky është projekti ku mospërputhja bëhet më e dukshme. Një kullë e këtij dimensioni kërkon financim të sigurt, kapacitet të lartë likuiditeti, kontrata me banka, kompani inxhinierike dhe furnitor. GDE Investment SHPK nuk ka asnjë prej këtyre. Në Tiranë situata bëhet edhe më e rëndë. GDE Investment SHPK shfaqet si përfitues i lejes për One Boulevard Tower, një nga ndërhyrjet më të mëdha urbane në kryeqytet. Ky projekt përfshin vlera shumë të larta financiare se sa kulla në Vlorë. Në palas po ngrihen projekte luksoze si Horizons Terraces, ku një njësi prej rreth 398 m2 me verandë të madhe dhe pishin private ofrohet për rreth 1.7 milion euro. Ky nivel çmimi dhe ky lloj investimi kërkojnë burime të mëdha financiare dhe infrastrukturë të garantuar, kur në të njëjtën kohë një kompani me kapital negativ delsi përfitues lejesh në zona turistike dhe urbane, lind pyetja se cilat janë rrjedhat reale të financimit. Këto projekte nuk mbështeten nga burimet zyrtare që GDE Investment SHPK deklaron. Në borxh, kompania figurative merr përsipër projektin Terra Rossa, një zhvillim turistik rezidencial me apartamente luksi, sipas faqes së saj zyrtare.